Në qytetin e Prizrenit përruhet tradita e rënjes së tupanit për të lajmëruar syfirin dhe iftarin për muajin e shenjtë të Ramazanit. Gëzim Çavollari është njëri prej tupangjive të shumë që lajmëron në syfirin dhe iftarin. Kur ndihet tupani është tjetër lezet, thotë Dauellxhiu Gëzim Çavollari. Baba im 70 vjet I ka ra vallai. Pi voglimi 70 vjet tash unë e kam marrë zanat në Etinë. Kur ja ke nisë për e të parë? Unë ja kam nisë që kur I kom pas që thash 60 I van, kur I kom pas që aty një 12-13 vjet. Non stop, a? Non stop për këtë Ramazanat. Qarë ndjen, a ka në kënaqësi kur I bje tupan ta qysh, a trego pak si e organizon? Po baba më ka lënë amanet edhe që tradit mos me hup, se ka jeshi. Kur një tupani tjetër është jeshije, tjetër o lezeti. Për rënjes të parë, qa lezeti ka Prizreni në Ramazan? Qa lezeti tjetër ka? Ka lezeti, do më thonë traditën për majnë. Prizreni ala që traditë është të majtë. Babe, bargjushe, stërgjushe që I ka pas babe më babën. Tupanin e ka trashëgim nga babai I tij, ndërsa vetë Gëzimi ka nisur të punë që në moshën 12 vjeçare, për të mos e ndërprer asnjëherë, ndërsa prej së paku 40 vitesh ka agjeruar rregullisht. Unë moj vallojnë që një, me thonë një 40 vjet. 40 vjet? Po, pi 20-21 vjetëve ja kom të vjetë. Pa ndërprer asnjëherë, a? Po. A ndjesh ma lehtë kur e manë Ramazanin? Shumë ma lehtë edhe edhe shnet jo ma mirë. Sa në tarfa? Ramazani o pastrim o Ramazan. Gëzimi siguron edhe të ardhurat përmes rënjes së tupanit si në muajin e shenjtë Ramazanit dhe jo vetëm.